Receta e gjyshes, ja si të heqësh kallot nga këmbët vetëm me aloe vera. Të gjithë ata që mbatin sandale e dinë se sa e bezdishme dhe e pakëndshme është të kesh këmbë të plasaritura. Për të shpëtuar nga ky problem do t'ju tregojmë një trajtim me aloe vera. Aloe vera ka veti zbutëse dhe antibakteriale që e bëjnë atë trajtimin e duhur për themrat e thata dhe të plasaritura. Ajo ndihmon gjithashtu për largimin e qelizave të vdekura nga lëkura dhe rritjen e qelizave të reja. Trajtimi: përzini 4 lugë gjelle xhel aloe vera dhe gjysmë filxhan me bollgur dhe miell grami. E vendosni të gjithë pastën e përgatitur tek këmbët e plasaritura dhe i masazhoni me kujdes. Lëreni më pas për 10 minuta dhe i lani këmbët tuaja me ujë të vakët. Përsëriteni këtë trajtim 1 apo 2 herë në javë për të parandaluar dhe për të trajtuar kallot në këmbët tuaja.